Një universitet lider në fushën e bujqësisë, siç është Universiteti i Wageningenit në Holland, do të vijë në Korçë për të ofruar eksperiencën e vet në ndërtimin e modeleve të suksesshme në fushën e bujqësisë. Sipas kryebashkiakut të Korçës, Sotiraq Filo, është mbështetja e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim që ka bërë të mundur që ky universitet, i cili listohet ndër 3 më të mirët në botë, të vijë pikërisht në Korçë. Është një institucion akademik edhe i kërkimit shkencor në fushën e bujqësisë që listohet në 3 universitetet dhe institucionet kërkimore bujqësore më të mira në botë. Ky universitet do të vijë në fillim të vitit 2026 me mbështetjen e ADF-s në Korçë dhe do të bashkëpunojë ngushtësisht me Ministrinë e Bujqësisë, me Universitetin Fanoli, Fakultetin e Bujqësisë, me Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore dhe me Bashkim e Korçës për të ndërtuar modele të suksesshme të bashkëpunimit ndërmjet pjesës akademike që do të jetë Universiteti Fanoli, pjesës kërkimore dhe pjesës të zbatimit apo të aplikimit të gjetjeve dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. Sipas kryebashkiakut të Korçës, ardhja e ekspertëve të këtij universiteti prestigjioz do të krijojë mundësinë për të kryer punë të mira dhe për ta çuar në një tjetër nivel zhvillimin e bujqësisë në Korçë.